tjera që ne ndihmojmë. Pastaj shoqata Bereqeti është prej shoqatave vetëm të themi, ndoshta në nivel të Republikës e cila ju ndihmon edhe shoqatave tjera. Do të pse ju ndihmon? Sepse çdo shoqati ka anëtarët e vet, dhe ata e dinë më mirë. Po supozojmë neve dhurojmë pako çdo vit dhe në çdo festë organizata veteranët luftës së UÇK-s shënderi dhe respekti për kontributin që ata që kanë bërë. Dhe ato familje që janë më nevojt, nështëta për momentin, vetë organizata e dinë se kush janë. Pastaj bashkëpunimin e mirë kemi edhe me ndikuese, me shoqatën e të verbëve, të shurdhme mezë, dhe gjitha organizata tjera që janë, dhe ata se njofin më mirë dhe më afër anëtarët e vetë, dhe neve bashkëpunojmë me ta kaq pak po i keni, apo kaq familja ta na kërkojnë neve për mi dhuru, dhe do të në këtë njërë, gjitha ato fonde që vinë, në emër të ndihmës për familjet nevojë, shkojnë do thotë tek familje që me të vërtet kanë nevojë, po themi të vazhdueshme, po edhe ndoshta të momentit. Mirë, po ky aktivitet nuk është vetëm në muajin e Ramazanit, por neve vazhdojmë me bashkëpunu edhe jashtë Ramazanit, sidomos me institucionet, me organizata tjera, vetëm që qëllimi jonë është amaneti, përgjegjësia, kontributi atyre bamirëve me shku në vendin e duhur.